Hajde moj biçik, më shpejt. Erdhi mesdita, s'kemi bërë drekën akoma. Më shpejt të thoja dhe unë trek, po ty nuk të intereson të fare. Koha kaloi dhe asgjë nuk blem. Po çfarë të blija? Kalbësira? S'më ka ikur mendja që të blej kalbësira unë. O, mirë dita gjyshe. Mirë dita ordjem, mirë dita. Mirë dita. Ha, po nga ishit? Në pazar shkuam, por tani po nxitojmë se do bëjmë drekën. A, ju lutem mos nxitoni se mund t'ju mbasin vesa rrugës. Ua, si do t'na umbasi? Po çfarë? E shikon ti? E shikon? Hajde, miru Po pafshim. çfarë më gjyshe? Sigur lëvizit që gjaja. Që shifja ashtu apo? Po ti nuk e peo bursa e buku ishe tani? Vetëm i humba meri ose ka mendjen tani? Ashtu. Ja du të shkojmë t'i mësojmë shpinë. E t'i këndojmë serenata. Këto serenatat e tua, mër. Po ikim, s'ta prishon të. Ja. Ore, këtu është shtëpia? Mua këtu më thamë, po ku e di unë? E më e pa shiko duke mbukur. Pa të merë më qafë. Po e ecë mirë, po e. Ore, ku do vendosimi që të këndojmë? Pa ta e shohim, po e ja hymë. Edo, do nisësh apo t'ikim fare? A më buka frikë mos ta del në një kop shibe. Po ti tallesh ashi, erëm deri këtu, ke që shparë tani, ke tur. Hajde merja ose ika. Na, ri këtu mama, ri. Ha nisja. E po mirë e keti, vi në tjetër ma me për krash edhe. Hajde të shi. Të themje gonxhe, tu mbas freskina. Të themje lule, tu mbas bukurina. Po kjo shfati moj? Po të thashën ore shkatile keqe kjo, s'beson ti. Lagu aty. Ba. Do shta si pëlqeu ka nga gjyshes. Kete drejt, më zhuj pak emocioni edhe... Se si mu duk? Mirë, po e cikim ti lare kangët. Një qinter ju kam thënë, po më vinë ma afrojnë dhe këtu të shpia. Pale, fillojnë dhe na këndojnë. Uj të përvëlluar tjetër, nësi për kokës. Po ti uj gjetet ju hedhësh, po turp më gjyshe turp. Turp, tjetër herë të përvëlluar, më të përvëlluar si për kokës do t'ja hedh. Të gjo, bia ime, prindrit të kanë lënë amanet këtu të kunë. Dhe jo vinë lloj djemsh dhe kësisoj lloj djemsh të hedhin syt apo ti tek ata. Pale, vinë dhe na këndojnë. Dhe çfarë këngësh na këndojnë, se s'din as të këndojnë. Shqyqy që s'ishin komshin, se do ishin turpëruar. Po çfarë ka për të turpëruar këtu, më gjyshe, çfarë ka? O Zot, çfarë ka të turpshme? Edhe më pyet, e diti si ishte ai moj? Si na shënkan? Po unë ja njo prindrit, i njo babain. Po si ishte ai? Po se mos dhe nëna ishte më e mirë.
po unë i njoh dhe gjyshen. Ja njoh gjyshen shumë mirë. Pa si janë ata. Po ha, si ishin? Po si të t'jenë? Unë me atë nuk dua të shoh më. S'ke për të dalë më jashtë. Do rish e mbyllur këtu me mua dhe pik. Tani dhe do më burgosash? Moj kaq po të them. Do rish këtu me mua, nuk ka. Qepe, mjaft. Si robresh? Qepe! Kujdes për birë, kujdes. Kujdes për qërke. Deshna shojtë, deshna vrave. Qëke që vrapon? Ka një hall ashtu. Qërke mërë që vrapon ashtu? Po ashtu ka një hall gjysh. O pika halleve të tua. Kur ke një halle ju. Po kur të shkonin më shtonë, më qarë do bërë ju? Nuk janë ato halle që menon ti. Janë halle rinie. E mora vesh gjyshi. Pa ma thue gjyshit, ma thue shpejt, si është puna? Po më ka rënë kokë për të vajzën e bukur të kësaj shtëpie. Kjo vajzat e kjo shtëpia këtu? Po. Shumë e bukur është. Shumë e bukur është. Po e kuptova gjyshi. Ke ndes me lanë me gjyshen. Po, gjyshi, po. Dhe kjo gjyshi ndi, shko rëmbeje. Hoda! Me rëmbej, po s'di nga ty, s'kam si ta bëj. Ata, ta tregon gjyshi. Pa me ratë. Hajde shoqëroj gjyshin dhe atje lartë për krau, dhe ta tregon gjyshi se si të hysh e si ta marrësh atë. Hajde. Ohe, mua më thanë që këtu kalon çdo të shtunë, po se di tash ja. Po ja s'po kalon pra. Po tani që të bëj unë? Ti më the ku kalon gjysha, unë të gjeta vendin. Unë tani nuk do marrë gjyshen. E po nëse po kaloj gjysha e ka mbyllur gocën brenda, si? E po tani që të bëj unë, nuk do të marrë edhe gocën ta sjell tu tash, çau bërë unë. Por e takova atë i gjyshi që e sigarit. Ha im tha diçka edhe çfarë do që të bëj unë, ke për të bërë ti, okay? Po mirë një leratë, po ja shive se po vjen gjysha. Mirë dita gjyshe. Mirë dita. Në pazar ishe? Në pazar isha. Ç'të duhet ty? Moll është më gjyshe, moll. E di që të kemi bezdisur, por një kërkesë kam. Çfarë do tani? Jep janë besës tënde këtë moll. Ja jap, po me një kusht ama. Ja çoj, po mos të vish më këtu tek shtëpia. Këtu je moj bi? Po këtu jam, ku t'jem, mban gjithë ditën burgosur. Urdhro, merre një moll. Ç'është kjo Ha. moll? Ku e gjete? Ku e gjeta? Në rrugë e gjeta. Merre ta hash. Moll ka mirë gjete rrugë ti. Do e hash ti apo ta marrë edhe ta ha vetun? Sile. Më dojq darka. Po kjo këtu. Që ka lejtër. Nëse më do si shtë dua, jepi gjyshe si laçin e gjumit dhe sa po të vër ajo kokon e jastëk, do dalësh te rruga dhe unë të pres të fejohemi.
Nëse pajtohesh me këtë plan, hidh Shamin nga dritarja. Ua, moj bi, sa hëngra një qik buk, si më vjen, si më erdhi, u këputa fare, më jep një gotuj. Ha, bi. Erdhe? Erdha. Ja dhe ila që në gjyshës. Po normal, si mendonte, po mos ja kisha dhënë, do isha këtu. E po mi pa, mos u biko. Të gjitha i kam bërë ngati, tani shkojnë të gjinja civile dhe të më trashëgojni. Hajde, tani ikni. Rofsh më mik. Një herë një kohë, jetonte një familje shumë e pasur. Aq të pasur ishin, sa çdo gjë në atë vend ju përkiste atyre. Zonjën e asaj shtëpie e kishin frikë të gjithë. Jo se ishte e sert, jo, por se nuk ta bënde fjalën dy. Çdo gjë që ata donin, gjithmonë e merrnin. Sapo zjasnin dorën. Një ditë, zonja e madhe vuri re që djali i saj i vetëm ishte i menduar. Më dukesh si thelluar në mendim e birë. Jam. Kam diçka, po nuk di si ta tregoj. Më trego, të shke, si është puna? Në fakt ke të drejtë se po nuk të tregova aty, ku do t'i tregoj atëherë? Më trego pra? Nën, dua të martohem. Sa më gëzove birë. Po kush që nga kjo? Ai është problemi, pra. Vajza. Cila vajzë? Ti e di që kam shumë kohë që kërkoj, por asnjëra nuk ma kam mbushur mendjen. Në qytetin ton nuk ka asnjë. Për bukuri i bëhet, por dua që të jetë shumë e zgjuar. Do ta rregulloj. Ashtu është birë. Ti je i zgjuar, prandaj dhe kërkon një vajzë zgjuar, se për të jetuar bashkë duhet kuptoheni. Prandaj desha të konsultohem me ty, nën. Bashko ma thirr pak atë djalin që tash ishte shumë i zgjuar. Hyr. Çfarë do të urdhëroni ndërvajzon? Ty nuk do të urdhëroj. Ty do të lutem. Më gëzoj shumë i mbirë kur shpreh dëshirën për të martuar. Bukur. Kohën e ka. Kohën e ka, por unë doja të gjej një vajzë të bukur dhe mjaftueshëm të zgjuar për djalin tim. Shumë mirë ka bërë që ka vendosur për vajzë të zgjuar. Ti je një djalë që njihesh nga mençuria, nga zgjuarësia, të shëtitësh krahina dhe të shohësh, të më tregosh vajzën më të bukur dhe më të zgjuar. Ama të nxitosha njëri. Kjo punë nuk bëhet me nxitim, kjo punë bëhet njëherë në jetë, o vlla. E shikon sa i zgjuar është? Do nisesh? Për njërë do të nisem, shka të arma me vete gjëra që më duan për udhëtim, edhe do të nisem. Rrugë të mbar. Faleminderit. E që rrugë që ishte, Amikja. Mirë dita, o njëri i mirë. Mirë dita. Pusho pak edhe ti, pusho. Pusho pak. Mirë atë. Oh. Rrugë e gjatë më pret. Nëse nuk pushoj, nuk është ditë më bëri. Te the mirë. Po s'pushove, nuk ke se si bërin. E the mirë.
E ja nisemi dal nga dal. Po të kishim pushuar pak bre po. Hajt. Ore mik, ta pjetën e kaluam letë, po si do e bëm asa lartësia, me. A vështirë lartësia ati mik. Tani të që këtu, u mendoj se gjysmë në rrugës të më mbash ti mua, e gjysmë në rrugës tjetër të mbajon ty. Që sa i ri dhe sa budalla. Së mushët nami, a? Ore, po e she vetën ti? Mosha jote? A të mbaj do tu në kuris ty? Nuk e di Arbir. Qofsh ti që je, po unë së të mbaj do të. Më mban ti, më mban. Ndaluar mik, ndalu një. Çu bëm, E shefat fushën atje? Po e shoh. E shef, po nuk e shef mirë. Pronari asaj fushë e korri fushën dhe i ka plot hambarën. Ore mik i ka të zbrazët. Aha, thashun ky që nga budalla ky. Ore kam qenë vetë atje kur e mbolli dhe kur e korri. Dhe disa fukara ka qenë ai, tani i ka hambarën plot. E po për atë që ka qenë fukara tani ambaret i ka bosh. Aha, ti ben si shakaxhi, po si e shakaxhi. E po armik, ky është fshati im. Kjo është rruga ime. Kjo këtu është shtëpia ime. Mua këtu më mbaron rruga. Nuk ka në shumë rrugë për të bërë. Po, nata po bie. Përse do hecësh tani natën? E armik të shtëpia ime sonte dhe nisu nesër, shko atje ku do shkosh, po shko me ditë. Nuk duhet të rëndojë, mik. Thash, ti bën si shakaxhi, po çfarë rëndimi është më mik? Hajde më të vemi, bujrëm. Qupa, erdhëm ne. Hajde mik, urdhro. Mirë se erdhe, baba. Mirë se të gjeta, bi, po. Sot, baba të ka sjellë dhe një mik. Mirë se erdhe, zotre. Zotë ju dhënë të mira. Sa u lodhë. Doni një gotra ki se besoj e një lodhër. Mundet. Tapinja. Ja, armik, ja, kështu. Urdhëroni. Hini e më pas do ju sjell darkën. E shikon? Shtëpia ime i ka të gjitha, ti thoshe mos të bezdis. Faleminderit, Zuar. Zuar, shumë shakaxhi ky miku me çupë. Aq më ka mbajtur të rrugës me muhabet. Po, me muhabet, po e shtyp rrugën ama. Ashtu u mora vesh. Gjysmë e rrugës të mbaja unë, gjysmë e rrugës të mbajti. Po i çupë sa shakaxhi. Aq më ka bërë të rrugës me ca shaka kyçë. Prandaj them shakaxhiun, se di çfarë më bënte. Më thoshte rrugës, gjysmë e rrugës më mbaj ti, gjysmë e rrugës të mbaj unë. Sa shakaxhi ishte. Ore, baba, nuk ka menduar të ndaj vërtet, po ka menduar që rrugën ta bëni bashkë, që të kaloj edhe rruga edhe koha. Shiko më mik sa vajzë të zhuar ke. Me një e kuptoj atë çka dëshon të them. Shikoj më mik se çdo gjë e pasën nga rregull, shtëpi në objekte. Po, to gjakun e pas ke pak si të shtranë. O gjakun e kemi të shtrembër, po ty mi na del drejt. Bravo, shiko sa vajzë të zhuar ke. Më pëlqen shumë fjalët që tha. Të zgjuar po si, shiko me mi, kur kaluam atje që duket fusha, i thash, or mik, a i pronari i fushës i ka hambaret plot. Dhe ky, që më thoshte ky mua? Më thoshte jo, i ka bosh.
U thuaj re ka parë me sytë e mi që I ka plot, sepse qesh vetë kur e mbolli dhe kur e korri. I thash, po, ka qenë fukara, po ky më thoshte, jo, I ka ambaret bosh, se shaka gjikë. A bab, nuk e kupton çfarë do të thotë Miko? Jo me mi, pse çfarë do thot? Bab, fshatari që në fillim ka qenë I varfër, dhe me të korat ka dashur që të shlyejë borxhet që ka marrë, prandaj hamari I tij ka mbelur bosh. Bravo, bravo. Dhe shikon sa vaj se zjuar ke? Mik kështu shndron puna. Punesa sa eca dhe rruga e me marrë këtu. Si, mbaroj rruga këtu, re. Po, a më theti që të hytë shtollën pak, se kam rrugë të gjatë për të bërë. Tani, si mbaroj rruga? A, përsëri s'më kuptove. Ja. Punesa sa eca, edhe këtu gjitha ata çfarë po kërkoje. Çfarë po kërkoje ti? Vajzën tënde, Mik? Vajzën time po kërkoje ti? Pse? E zjuar, ashtu që po kërkoja unë. Do ta marrë nuse për familje me të pasur të kësaj zone. Duke dëgjuar fjalën që tha ajo, më pëlqeu shumë. Edhe më është një vajzë e zjuar siç po kërkojnë ata. Mos është në një shaka tjetër kjo nga ato të tuat kështu? Baba, nuk më duket si një e tillë. Ha? Po zonja, çmendim ka? Zonja kërkon vajzë të zjuar për dalin e saj. Edhe bukur të mos jetë, por t'jetë shumë e zjuar për atë djalë. Mendimin e zonjës e dëgjova, por I biri ç'mendon? Vërtet mua beti doli nga zonja, por zonja dha urdin e bazë të dëshirave të djalit. Tani ti pajtohesh apo jo? Unë pajtohem, po duhet pyesim dhe babain. A më Mik si thua? Po që për atë familje... Unë dakord jam. Po mirë, atëherë po shkoj ti për rëndëtarën. Urime, Mik. Hajt na qoftë për hajër. Çfarë po bën me vi? Po lexoj letrat që kanë shkruar buqit tanë dhe ju kthej përgjigje. Ti? Po, Ti do të merresh me hallet e tyre? Po ç'të keqe ka? Po I mirë çdo të thot. Nuk besoj se do të mërzitet, sepse ai lodhet shumë në punë dhe nuk ka kohë për këto. Ndaj, ne të dyja hajtë ndihmojmë. Ka një mosmarrveshje. Si mendon ta zgjidhim? Ç'është kjo? Pse ke gjykuar pa mua? Po, unë nuk mendova asgjë të keqe. Po çfarë të keqe moj? Çfarë gjykove? Merr dhe gjën më të shtrenjtë, merr gjërat e tua dhe ik nga kjo shtëpi. Nuk më duhesh më. Të thash që do t'i dhërosh. Dhe tërë bota ratulloj, vetëm për gjetur një grua të zgjuar. Shiko, ti je zgjuar, po nuk I di të gjitha për burrat. Ata kërkojnë një grua më të zgjuar që të veçohet nga gratë e tjera, por jo më të zgjuar se vetja. Edhe unë ç'do të bëj. Po çfarë bën? Ato që më the ti të bëj, E çfarë kërkova? të marrë gjë më të shtrenjtë në të shtëpi dhe t'ike. Edhe ti çfarë bëre? Në këtë shtëpi, për mua gjë e shtrenjtë nuk janë as parat, as mobilet e as veshjet, por je ti. Bre, gabim që tash të regosh. Që sot e tutje, bash do gjykojmë dhe do t'jetojmë. Jo, ti do të gjykosh, unë e nana do të ndihmoj. E zgjuar je, shumë e zgjuar. Edhe kështu, familja u bën më e fortë, më e pasur nga zgjuarësia.
Gjyshit po I vjen fundi. Ndaj do t'u lë disa gjëra amanet. Nuk do t'ja u lë me shkrim që ti mësoni. Jo, unë do t'ju tregoj histori dhe ju nxini mësime prej këtyre. Një herë në një fshat ish një burr I varfër, po shumë krenar. Mikun nuk donte ta hidhte, edhe pse dora si kishte. Ai gjithmonë mikun dinte ta respektonte, dinte ta çmonte. Sepse maniman miku I mirë duhet respektuar, nuk do humbur kurrë. Dhe që thatë ju, mori vesh ky burri fukara që miku I tij në një fshat tjetër martonte djalin. Dhe ky tha si mos shkoj unë ti pi një kafe për hajli mikut. Vriste mendjen, para për të vajtur te miku s'kishte. Para për t'i uruar dasmën s'kishte. Vram mendjen. E I dha një zgjidhje. I gjeti 5.000 lekë. E tha do shkoj te miku. Ali nuk kishte makinë me çfarë të shkonte. U mundua. U mendua gjatë. Duke u menduar pa faqen e malit. Dhe po thoshte, ore, unë po të ngjit këtë faqe e mali, dolan maj, për një gjysmore jam të shtëpia e mikut. Po për kaq ta fëlliq veten unë. Edhe më të mori rrugën avash. Mi po rruga filloi ta lodhte. Andaj nga gjysma e malit, u mendua, tha, ore, unë te miku do shkoj, pse mos e dreth një duhan? Edhe unë, si punë e gjyshit që e dreth. E drodhi, dhe duke dredhur duhanin, nga që ishte lodhur mendja I rrinte atje, ngren kokën dhe thot, o Zot, pa dhe unë njeri I mirë jam, edhe unë njeri u jot jam, po më dërgomër një kal, nga këtu sa të dalë në maj. Po dolan maj, ma merë o Zot. Duke lagur cigaren, dëgjon një trok kali. A u bretha, që nga me vërtemër njeri I mirën, po si mërë ma dërgoj Zot I kalin. Sa erdhi, zhurma dhe vinte afrohej, e ndezi cigaren, e thithe me shumë kënaqësi. Dhe troku I kalit sa vinte afrohej. E fukaraj sa vinte gëzoj, se po I vinte kalit të shkonde në majtë malit, të zbarthe faqen të miku. Shfaqet beu I fshatit, hipur në një pel. Qaja, e dini kujt I thonë? Jo. Qaja I thonë ati roje që rrinte mbas beut. Qajaj pushkën vend në supë, po qajaj ishte në trim, qajaj ishte bënde për burë, të vriste me një laf. Qajaj hipur në një mushkë, mbrapa mushkës vinte një mez. E shef beu fukaran dhe I thot, po ti e njeri, gjdo këtu. Po ja o be, desha të shkoj të filani se marton djalin, e kam mik shpije, edhe s'ka që s'kisha mundësi tikja me makin, I rash faqes të malit. Mirë bere që se harron mikun, I thot beu. Shumë mirë bere, po mbaroje shpejta të cigare dhe hajtë të ndimosh. Si të ndimoj unë o bej, thot. U loth mezi dhe nuk hecën, se hecën mezi, se hecën pela, ngellën mes të malit, ma merë mezi në kuris, nga këtu e ma nxirë deri në maj. Nga beu kishte frikë, se kishte që janë me vete, si të bante I shkreti. E hodhi cigaren, e mori mezin në kurist, e filloi të ngjiste malin. Andej,
sa doli afër majës, ngriti kokën dhe tha: "O Zot, e bëra unë duan keq apo e kuptove gabim ti? Se unë kërkova kal ti hipi, jo të më hipi", tha. E kuptuat se Zot thot kjo? Po. Jetës nuk i dihet se ç'të sjell. Të sjell të mira, po të sjell dhe të këqija. Kënaqu me ato që ke. Kjo ishte... Po tani, unë do t'u tregoj një gjë tjetër. Ti mbani mend, ja u thash, mos i harroni. Në një natë cari, po shumë ftohtë, një fshatar shumë punëtor, po mendonte, kam këto pemët këtu për jashta, duhen punuar, duhen mbuluar, duhen rregulluar, se në behar prej tyre do ham një moll, po do marrim një kumull, po do marrim një rush, po do marrim një kograr, se pa punë nuk bëjnë ato pemë. Kjeni veth në vesh nga gjyshi. Dhe na doli fshatari, filloi të punoj një arë, gjen një gjarë për të ngrirë, e mori, hyri në konak, ndezi o gjakun si që kemi ndezur në sonte këtu, e vuri gjarprin atje, gjarpri si u ngrof mirë, ngriti kokën, u trem nga fshatari, i dha një të kafshuar dhe iku. Fshatari shkoi në spital. Një mjek i mirë e kuroi, e shpëtoi, e fshatari u kthye në shtëpi. Pas 2 ditësh, sërish fshatari doli të vazhdoi të punojë tokën atje. Sërish gjeti një gjarpër, të ngrirë dhe atë. Sërish vajti në konak, ndezi zjarrin, e vuri te oxhaku. Gjarpri u ngrof mirë, ngriti kokën, u trem nga fshatari dhe i futi të kafshuar prap. Dhe iku gjarpri. Gjarpri iku, ky shkoi sërish në spital. Mjeku i mirë sërish e kuroi, e shpëtoi. Dhe u kthye fshatari në shtëpi. Sërish mendja te pemët i rrinte. E filloi të punoj, e sërish gjeti një gjarpër. Të ngrirë, e mori, shkoi në konak. Ndezi zjarrin, e vuri në oxhak të ngrohet, gjarpëri si u ngroh mirë, ngriti kokën, pam, e kafshoi dhe një herë fshatarin. Iku gjarpri, fshatari dhe një herë shkoi në spital. Mjeku i mirë sërish u ngrit, e kuroi, e shëroi, dhe në momentin kur plaku do dilte, mjeku i thot: "Ah, morbik", thot, "dhe ti nuk vure mend me atë gjarpër? Po 3 herë të ka kafshuar, ti prape merre e fut në konak." Dhe fshatari mirë ju kthye: "O doktor, gjarpri bën atë që di të bëj, dhe unë bëj atë që di të bëj më mirë. Gjarpri është bërë për të kafshuar, njeriu për të dhënë mirësi. Ndaj, gjithnjë ta keni veth në vesh. Mirësi, bëni mirësi, sepse asnjëherë nuk gjeni keq nga mirësia." Fjala nxjerr fjalën. Dhe gjyshit ju kujtua një gjë tjetër. Do t'u tregoj dhe një histori tjetër. Një burr fukara kishte ardhur në ditët e fundit. Thret djalin e tij të vetëm që kishte, dhe i thot: "O bir, baba punoi, u mundua, bëri ç'mundi për ty, por pasuris po të le dot. A të le baba 3 porosi?" "Por bab", tha ky,
milera do 3 porosi. Dhe në mendjen e tij kush e di se ç'mendoi atë ditë. Dhe baba i thot: "Bir, gruas mos i beso çdo gjë. Shok që s'janë në rangun tënd, mos i zer. Leg borç, mos i merr askujt, nëse s'ke nevojë. Dhe aq më keq një njeriu që se nje." Këto tha baba. I erdhi dita. E shkoj. Djalit jeta filloi të ndryshoj, filloi të punoj, fëmijët po i rriteshin, dhe furi dhe pak pasuri, jo në i pasuri për të qenë shumë i pasur, po për të jetuar mirë. Dhe një ditë kujton babën. Orë babë, thot, më lejnë porosi, po unë si se vërtetova do të këtë. Ç'bën? Me ato pak para që kishte, fillon të zërë shoqëri me prokuror, me gjykatës, me policë. Uleshin, hanin dreka e darka, ndrojshin sofrat. I kërkon njerit që shiste fruta perime aty afër shtëpisë të tij, i thot: "Ormik, am jep 5 euro borç. Ke nevojë ti për 5 euro të mia?" "Po ashtu, ja që kam," tha. "Mi jep se unë për 3-4 ditë t'i kthej." "Na, tha, te ty nuk më ngele," tha. Vete shikon kush ishte më i fortë i fshatit. Edhe ishte Filan. Vete i thot: "O Filan, të bëj një rigja." "Folër dajth, çfarë halli ke?" "A shkon të flesh te hoteli Filanit, të hashet pish një javë të rish atje. Pas një javë të vish. Shpenzimet janë gjitha të mia." Unë thash se do në nderë kështu, dhe po të hajt pi, po shkoj mërdaj, tha. "Të lutem, ama jep dhe këtë shallin tëmë që ta një gjithë fshati." "Por," tha, "merre." Ja dha. Shkon burri në shtëpi, merr një thik, e bën me gjak, e mbështjell me shallin e atij të fortit. Edhe i thot gruas: "Grua, pusho," thot, "se mos fol, mos trego as i llaf," thot. "Çfarë?" i thot. "Kam vrar Filanin," thot. "Ej, po," thot, "e vrava, nuk të besoj." "Urdhro," tha. Nxori shallin dhe thikën. Shalli ati, tha, thikën, tha, me gjakun e ati që e thera, tha. "Po vetëm mos trego," tha, "se po tregove, mua morën, më futën në burg, më pushkatuan, më varën." Sa shu ishin ligjet atere. Gruaja mori shtamën, si punë kësaj. Kjo është shtama, e dini? Po. Se ne sot nuk para i përdorim më shtamat. Mori shtamën dhe shkon për të mbushur ujë në burim të fshatit. Sa shu ishte koha atere. Edhe thot, shefa tinja 5-6 gra në radhë. Kjo vete u thot atyre grave: "Hapuni këte ju, tha, se do mbushun." I hidhet njëra nga to: "Wow, po pse kush je ti që të mbush është i paraneshtot?" "Unë jam gruaja e Filanit," edhe ne kemi nga i burr dhe burrat tanë kanë një emër." Po burri im është më i fort i fshatit," tha. "Pse, tha, çfarë pas ka bërë burri jot që është i fort i fshatit?" "Ka vrar Filanin," tha. Se njifte të fshati që ky burri i kësaj nuk ishte në një trim, ai ishte trim. "Nuk të besojmë." "Nuk besoni," tha, "prisni këtu." Vajti në shtëpi, mori shallin, mori thikën, atje
te burimi dhe vete o qonë grave. Urdhroni, thot, shalli filanit, thika me gjakun e filanit. E mos besoni po deshet. E lan, mushi uj kjo vajti në shpi. Kur vajti në shpi, si kush grua që vajti në shpi, tha burrit zet. Një burre mbajti llafin, një se mbajti llafin. U hap llafin gjithë fshatin, filani ka vrar filanin. Prokurorët, policët, gjykatësit që ishin shokët e këtij, uleshin në sofra, hanin e pinin. Më të ngritur, shkuan me vrap, e morën këta. Hajde këtu, qenë, kriminel, trizvar, prit mërë jemi shok mërë burë. Ne e shok me ty, ne shok me ty mërë. Ti nuk bëhe shok përse ti e kriminel, sa mërë. Ore për i kemi ngrene, kemi pirë mërë burë me njëri tjetë. S'ka të ngrene të pirë, dhe. Ti të drejtojsh ligjit. Mërë për qërë kam berë, hajde kriminel se e dim ne. Në momentet që po e qonin për ta varur, ngrijet ai që shiste perime aty të lagja. Ore, thot, vareni, thot, me bëni qardoni, thot, se nuk më intereson. Po më ka 5 euro mua borsh për i bekuari, thot, mi japi mua ato 5, thot, edhe, ti iki, thot, a i bëni qardoni vraj. Ore, qarë kam berë, thot, kuj? Ore gjykatës, ore prokuror, ore policë, qarë kam berë, më, thot. Po qarë kam berë, me? Po qarë kam berë, më thoni, po më varni, më bëni qardoni, po qarë kam berë? Ti ke vrarë filanin, ja ku e kemi shallin, ja ku e kemi dhe thikën, provat, ja ku janë. Unë filanin, po, mjep një gjysmore kohë. I qoj haber. O, filan, erdhi nga hoteli ku ishte, erdhi. Ore tha, ja ku e keni filanin, ku e kam vrarë unë? Ore tha, po ne na tha filani, na tha filani, na tha filani. Unë nuk e di ku e kanë gjuar ata, tha. Ata ju kanë gënjur. Unë s'kam vrarë njerit. Filluan këta prokurorët, gjykatësit. Po ne e dinim se të kemi shok ty dhe e dinim që ti se bën atë punë. Jo, shok si jemi mene, tha. Ti, tha, që të mora 5 euro dhe bërtite që ta marri vesh të fshati, urdhro se po t'jap 100, tha. Dhe me, tha, ti me mua, tha, nuk do flasësh, biles dhe këtu nuk do t'ta lë dyqanin, tha. Ti, tha, gruas, që s'ditë të marrë sekretin e burrit këtu brenda barku tënd, shko te nëna jote, te baba jote, dhe të gjithë këta që e bëra, tha, e bëra vetëm për të vërtetuar 3 fjalë të babës. Tani, të gjithë ju, gjyshi për ja u thot këtë histori, por më shumë për ta thot ty bi, qarë thot burri në shpi, asnjëherë nuk del në pazar. Po gjysh. Shokët zgjidhi, po jo më lartë se vetën, zgjidhi ti kesh aty. Këtë ndonë dhe të thoshte gjyshi. Tani, në këtë histori, gjyshi do t'u japi dhe nga i mollë këshu, se të mendohem gjyshi qarë historie tjetër t'u tregoj. Eshte bukur, shumë e bukur kjo që do t'u tregoj. Dhe këtë që do t'regoj tani, ka më shumë vlerë për ty, edhe për të tjerët, sigurisht, po për ty më shumë. Një herë një kohë, në një fshat të largët, jetonte një familje të varfër, jo shumë të pasur. Dhe zonjat e shtëpis mundoheshin, si çdo mundohet kjo mbesa ime nesër për shtëpinë e saj, që t'i kënaqnin burrat e shtëpis, t'i kënaqnin fëmijët e shtëpis, sepse burrat lodheshin, burrat ishin gjithmonë në punë,
dhe mundoheshin me ato gjëra që kishin. Gatuanin, lanin, pastronin. E një ditë, njëra nga zonjat e shtëpisë mendoi të bëjë një hall. Dhe thotë, unë do nis të bëj një hall. Fëmia më i vogël i shtëpisë filloi duke përzier hallën këto, ai ma atë fut pakun, prit se nuk është bërë. Oj ma i qik. Po prit mër birë se nuk është bërë. E shef vllai i madh. Dhe thot, ja tregoj unë këti, thot, se që do t'i bëj. Në momentin që bëhet halva, sa po shtroshen tavolin, vllai i madh fillon e flet si punë e këtij. O, sa mirë që u bë halva, po sa keq që vllai i vogël nuk e ha halvën. Vllai i vogël e zuturpi. E zuturpi dhe kur ushtrua halva tha jo, unë nuk e ha, se e zuturpi. Edhe sa herë hanin halvë këta, a i shketi nuk hante se thoshte, unë nuk e ha, e zuturpi. Çfarë desha të them ty? Mos bëj shaka, vend e pa vend, sepse ka njerëz që shakan edhe nuk ta kuptojnë. Dhe e vuan tër jetën atë shakan tënde që ti deshe ta bësh për 1 minutë. E more vesh gjyshin? Po, gjysh. Ashtu, bravo. Kam dëshirë që të jeni të gjithë fëmijë të mbarë, të mirë, të bani shaka me njëri tjetrin, por mbi të gjitha të mbani njëri tjetrin. Sepse një tjetër, si do martoheni ju një ditë, e na u martuan 3 djemt e shtëpisë, na morën 3 nuse të bukura, të mira, të mençme. Mirë po, baba si baba, si që jam unë, si që jam. Thot, oj nuse, oj bi, na kapni në i pullë, thot, e na i gatuani. E merë nusja e madhe, e kap pullën, e gatuan. E venë në tepsit, si që kishtë ndarë, si që qëlloj, morën hengën gjithë. Edhe ditën e dytë, baba thot prap, nuse bi, nuses të dytë, na kap një pullë, na gatuaj. Por babë, kapi një pullë, e gatoj, si që i kishte ndarë, e hodhin për pjata, e i vuri, u ullën të gjithë, hengën. Ditën e tretë i thosh nuses të vogël, nuse bi, na kap një pullë, na i gatuaj. Po babë, e mori, e ndau pullën, dhe në pjatën e vjerës vuri qafën. Në pjatën e njëri vlla vuri një krah. Në pjatën e vllait tjetër vuri një krah. Në pjatën e vjerit vuri gjoksin e pulës. Në pjatën e vllait tjetër vuri një kofsh. Në pjatën e nuseve mori gjithë kurrizin e ndau në 3 pjesë dhe e vuri kurrizin e pulës. Ullën në tavolin dhe baba pyet, nuse bi, a më shpjegon, pse asaj vjerës i ke vënë qafën? A, baba tha, të gjitha hallet e shtëpisë varen qafë të nënës, tha, dhe prandaj asaj takon qafa, tha.
E pse tha, vlezërve u ke vënë nga një krah e nga një këmbë. Sepse ata janë krahët e njëri tjetrit dhe këmbët e njëri tjetrit, tha, ta mbajnë fort shpinë. Po mirë më bi, tha, mua pse më ke vënë gjoksin? Sepse çdo halli që kemi mor bab, ti ve gjoksin kësaj shtëpie, tha. E për ju nusët pse kurrizin? Sepse ne jemi kurrizi i kësaj shtëpie, tha. Ne do ta mbajmë, do ta çojmë përpara këtë shtëpi. E kuptoni sa e zgjuar ishte nusja e vogël. Ashtu të mbesh, edhe ti bi, e zgjuar, punëtore, si e nusja që tregova unë. Po, gjyshi. Dhe çfarë mësimi nxorët nga kjo që ju thash unë tani? Ja u thot gjyshi, ju të nxirni mësim, vëllezërit duhet jenë të lidhur me njëri tjetrin. A fluturon një zog me një krah? Jo, duhet i ketë të dyja krahët. A hecën një zog me një këmbë? Jo, duhet i ketë të dyja këmbët. Pra ju të tre jeni krahët dhe këmbët e njëri tjetrit, ju ka gjyshi. Mbajini vetë në vesh këto. Se gjyshi nuk e dihet. Po deri ditën që t'jemi të shkojmë mirë, të gëzojmë njëri tjetrin, ta duam njëri tjetrin. Hajde gjyshi do të bëj nga i gëzuar. Ju kam një, hani nga një qik mollë. Hani nga një qik mollë. Ha u ka gjyshi? Gjyshi ka rakin. Se këshu i thonë llafit, fëmia ka gjinë, plaku ka rakin. Dhe ju kur të plakeni, edhe ju do të pini nga një gotë si gjyshi. Hajde gëzuar u pacha. Gëzuar gjyshi. Ele, njëherë tjetër, në një fshat, në del një mbret. E desh të shoj sa të mençur e ka fshatin e vetë. E thot, të gjithë ju, thot, do hiqni baktit që keni, thot, nga shtëpit. Vem burrat, atje thot, si mund ta heqim ne, thot, baktin, me baktin mbahemi, thot, ajo na jep një pikë qumësht, ajo na jep djathin, gjalpin. Si të bëjmë mbret, thot. Kundërshton ju, thot, po. Do vinë, thot, në kuvend, do vinë vetëm djemë të rinj. Vajtën djemë të rinj. Gjoni këtu, thot, do hisi baktit, ndryshe, thot, unë do ta bëj fshatin, thot. U menduan, vajtën në shtëpi, filluan po ziheshin me pleqt. Jo, nuk do heqim baktin, jo, do ta heqim baktin, thoshin çunat e rinj. Jo, thoshin pleqt, se do vdesim për bukë, do vdesim urije. Ngrihet një që i mante vete si për të mençur, thot, o bab, po çlilje ka baktia, thot, me bukën, e grur do mbjellim, në baktin do heqim. Hamër të ka baba, i tha, po ku do ta gjesh? Pleu po hoqe baktin. I hoqën, të rinjt i hoqën. Mi po më hasën shumë vështirësi. Dhe mbreti, thot, tani, thot, do t'ju jap një detyrë tjetër. Të gjithë do vrisni baballarët. Si orë të vrasin baballarët? Po, baballarët thot do vriten. Po su vran baballarët do t'u vras ju. Ran në hall, u menduan. Unë mblodhen me njëri tjetrin gjithë djemt e fshatit, thot ai, e ka me vërtet, thot, të na vras ne, thot, po s'vran baballarët. Hajde t'i vrasin. Mirë po ishte një djalë, ai e donte fort babën e vet. Se vriste dot. E merr dhe i thot, or bab, këtu na ka thënë mbreti. Këtu puna. Au, tha baba. Ngushte pas kjo orbirë, tha. E zurt mendohet dhe baba. E thot, po mirë mërbir, po u ka dhënë urdhër. Beje se baba në mosh është. Jo, babë, tha, unë ty nuk të vras. Po unë i kam dhënë një zgjidhje me mendjen time. Fol birë, tha, ta pleqeroj mirë.
Babë tha, unë do të shef në Bodrum, ati do të bje të ngrënë, të pirë, të lahesh, të vishesh, të mbathesh, dhe nuk do të dalësh nga Bodrum. Do të gjerë vetëm natën, fshefër. Mirë më birë, më pa quratën që nuk më vretë. I vram gjithë babalarët, thënë. Doli mbreti kontrol në për gjithë fshatin, zgjeti as i baba në për shtëpia. Ha, tha, tani unë në shtroj unë dhe kollaj. Dhe filloj çdo ditë nxirte nga një gjë të re, këta shtrëngohu, mblidhu, bam. Një ditë të bukur, thot mbreti, dëgjoj, thot, kush do mati sa pika ujë ka deti, tha, shpëton, kush nuk do mati, tha, do t'i pritet koka. Hauber ran hall prap. Vetë djali në shtëpi, hyn poshtë në Bodrum. O, babë, thot, keq. Si e ke hallin, babë. Mbreti, thot, na ka vën litarin në fyt, thot. O, matim, sa pika ujë ka deti, thot. O, kollaj bre bire e punë, tha, shko bire e fli, tha, nesër në mëngjes, hajde. Shkoj djali e flet. E baba ullë këm kryq. E vriste mendje. Vriste mendje. E më në fund, baba si plak që ishte e gjetë zgjidhje. Naj të gëzirë shkon djali atje dhe thot, or babë, thot, si të bëj sot, thot, se është dita. Mos ki dert ka baba, thot. Shko dhe i thuaj mbretit, o mbret do t'i matun sa pika ujë ka deti, po vetëm më bëj që asnjë lumi botës mos derdhet në det, dhe asnjë oqean mos përzihet në detet. Tha djali, e gjeta. Festen mbi sy, djali dhe vetet e mbreti. Nalt madhi, thot, unë i matë, thot, sa pika ujë ka deti. Por veç dua, thot, mi nalësh tër lumejt, mos derdhet as i lumë në det, thot, dhe të më ndash oqeanet, mos përzihen me detin, thot, dhe unë ta matë. Au bre, tha mbreti, ky e pas ka babën gjallë, tha. I thaj, po ti mbret, a e ke babën gjallë? Po, vraj e ti, pastaj do ta vrasun, tha. Ndaj, ja u tregoj gjyshi këta që t'ju thotë, duheni prindit, se s'keni kur keq nga që ke prindin në shtëpi. Se prindi, ato që ti mëson në për libra, prindi i ka mësuar këtu, në jetë. Ndaj duheni dhe respektojni prindin. Mos u bani si ai që do t'u tregoj tani. Ti bi, në dëgjo, se kjo është dhe për ty. Një djalë kish vetëm nanë. E nanë kishte vetëm atë djalë. Atë djalë e Perëndini, thonë këte nga fshati jonë. E donte fort djali nanën, 10 herë më fort e donte nana djalin. E më të u rrit djali, nëna u gëzua, pa djali gjeti dhe një vajzë, dhe nëna u lumturua, pa i bëri një dasëm të madhe. 7 ditë nuk pushuan daullet, u tund fshati tërë. E na hyri nusja në shtëpi, e u gëzua nëna, e nëna fluturante, e shifte nusën si me pas binë e vetë. Mirë për nusja, ma kishë qëlluar një qik me naze. Nuk e donë të nënën, se nëna ish plak. Dhe nëna kur hante, mbas edhe ndote i nga pak. Dhe i thot burrit, gjo, unë jam smur. Qarë ke grua? Jam smur, jam keq.
E merë e qonë në doktor. Vallaj, s'ka gjë, i thot doktori. Nuk merë vesh ky doktor. Do më qoshte i doktor tjetër. Mirë për nusja, na kishte qelluar shumë hilamane. Kishte bërë për vete një doktor. Shkojnë të ai doktor për të vizituar. Edhe thotë, nusën e ke keq? Nusja po të vdes? Aman doktor, thotë, ma shpëto. Mund ta shpëtoj, thotë, po, është i ke rëndë për ty, thotë. Sa parat bëj doktor, thotë. Jo, nuk është me para, thotë. Çfarë? Kjo që të shpëtoj nga vdekja, thotë, duhet haj zemrën e nënës tënde. Muzu musht djali. S'dinte çfarë të bënte. U mendua. Nusën e donte fort. Po dhe nënën e donte fort. Halli nusja rënkonte. E mendoj, do ta vraste. E mori nënën e largoi nga shtëpia. Jo thafshin duart, e vravi. I mori zemrën dhe filloi të vrapoj për të vajtur për t'ia çuar të ngrohtë nusës. U pengua në i gur dhe bram urdhzua për tokë. Në mes të hiqit, mes të pyllit. Vetëm kur dëgjoi një zë. A u vrave bir? Kush i foli, thoni ju? Zemra e nanës foli atje. Nana, a shumë e donte atë djalë, sa dhe pse ai e vrau, ajo prapë fali. Po ti bi, nuk duhet t'jesh nga ato lloj nusash. Duhet ta duash dhe ta respektosh vjerrën tënde, sepse ajo është nëna jote atë ditë që ikën nga kjo shtëpi. Kur ti ikesh nga ky xhak e do shkosh te burri jot, ajo është nëna jote. Vjerri jot është baba jot. Atë ka gjyshi. Me këta u mërzitëm. Atë të regoj një këshu të qeshim. Po, të qeshim, po edhe të mendojmë një qikë. Po, gjyshi. Këta do ta tregoj për ty. Një familje e pasur në një fshat. Kishte 2 djemë. Njëri nga djemët, i madhi, kishte shumë shokë e miq. Për ditë shtronte sofrat në shtëpi, për ditë therte nga i dele, hante me shokët. Dhe baba e merr një ditë veçantë dhe i thot: "Or bir, që ke gjithë këta? Shokër, babë, tha. Mos ta lënë Zoti pa miqe shok. Si që më thua ti mua, kur them, ku ishe mërbir që thua isha me shokët?" Miri, thot baba, mendohet. To t'ja tregoj unë, thot, shoqërinë ati. Ja rregulloj unë ati shoqërinë, tha. Shkon edhe gjen djalin më kapedant të gjithë krajinës. Në ato kohë, çdo burr njifej nga jeleku që kish. Ka këto lulet e jeleku. Si që njifet gjyshi juaj sot për këto lule jeleku? Se gjyshi asaj shtëpisë tjetër ka lulet tjera, nuk ka këto. Dhe ai trim atje nga lulet njifeshe. Merr baba e i thot, or trim, i thot, sa flori do, thot, për këtë jelek? Qysh, thot, përse i do t'i, thot, të thot, ama jep mua, thot, në amër, thot, s'dua flori merre. Se trimat janë dhe fisnik. I thot, edhe një lutje tjetër. A do hysh në shtëpi, thot, sot, e mos dalësh, thot, nga shtëpia?
Po mirë më thot, po pse? Ashtu e kam hallin daja, thot. Po mirë më daj nuk ta prishtët, se e plak dhe unë pleqve nuk e o prishtët. Po iki tani në shtëpi. Je leku në dorë. Baba u sigurua që ai vajti në shtëpi, vajti blevi një dele, e theri, i mori zemër, je leku në këti, e qpoj me thik, shkon, si çdo ditë, sofra e shtruar, 20-30 shok, duke ngrënë, duke pirë, duke bërë qef, duke kënduar. Hynë derët ky dhe thot, mirë se rrini burra. Mirë se erdhe xhaxhi ata, hajde ulu. Jo, thot, unë do vit ulem, por do ulem, thot, pasi të them një dy fjalë. Folër da i thëmë, që halli ke? A një flik të jelek, tha. Po, tha, është i filanit, kapedanit. E po unë, tha, e vrava atë, tha. Ja ku ja mora dhe zemrën, tha. Ta një fisi ti, do ngrien, tha, dhe do vinë, të rrethojnë shpinë e do në vrasin. Pra ndaj, 2 fekët dhe zini dritare të mbrojmë shpinë. Shokët su herdhi mirë. E njeri filloi, unë harrova, më dërgoj nana për të blerë sheqer. Tjetri, unë harrova, më dërgoj baba për të blerë duhan. Njeri, unë harrova, kam hallën smur. Njeri, një nga një, ngeli sofra bosh, burri me 2 djemët. I drejtohet djalit vogël. Birë, thët, do vesh të filan fshat. 2 orë larg fshati. Do vesh me vrap, do vesh të shtëpia e filanit. Dhe do i thuash, jam i biri filanit. Baba ka një hall, gjallë vdekur të pret në shtëpi. Po vrapa majt. Si urdhon baba. Vrap çuni. Shkon në fshat, gjenë shpinë. Oj, zoti shpi, sa do mish, bujrëm gjëtë zërë janë nga brenda. Hynë quni, shefi plak. Thot, ordaj, thot, një tjetër birë. Një tjetër daj, një tjetër birë, thot. Jam i biri filanit, thot. Pe filan fshati, e njomër birë, tha, se e ka mikë. Gjallë vdekur, tha, babat pret sot në shtëpi, tha. Se ashtu e ka hallin, për gjallë e për vdekur. A u bret, unë rritë plak. U begati, filluan dollën nga shtëpia, filluan të hecin, çuni i ris vrapon dhe do të më shumë se plaku. Plaku vrap, një torbë në dorë, pushkën në dorën tjetër, edhe vrap plaku, çuni i ris pa arrin dhe dot. Ndërkohë në shtëpi, kur ngelën vetë baba me çun, e i thot baba çunit, "Orbir, tha, ku i ke shokët, tha?" Po hëmër babë, atë këta e kishte quar nëna, tha, për sheqer, këta baba për duhan, a i kishte hallën, a i kishte dajën. A, te ka baba. Në këto lafe, bërram dera, hym plakun der, ujnë djerës. E thot, mik, thot, një torbë me fishek kam, thot. Po na i zbardhën faqen tonë, na i zbardhën. Po s'na i zbardhën, si ta ke shkrojtur zoti, thot, ne s'feldvemi të 2, thot, ama jo vetëm ti, të 2. Përse e ke lafin nërmik? A kisha hall gjalla vdekur, thot. Po, mik, thot, ashu e kisha. Po kam një hall të madh, thot, kam një dele dhe s'kam me këta hapa, veç se me mikun tim, thot. Ullu këtu, thot. Dhe ti birë, thot, i pe shokët e tu. 100 shok ke, asnjë nuk ke sot ditën e keqe. Baba 1 mik ka, dhe për ditën e keqe erdhi këtu. E shef plakun, thot. Uli veshët çuni, e si pa me shokët. Dhe ti birë, shumë shok ke, i paq me jetë. Po, me kujdes, se një shok e një mik ka shtëpia. Më rroshe, më kënaqet. Tani,
baba do t'u tregoj prap gjëra tjera. Por njëherë dua ta di, a mësuat ju në gjë nga këto që u tha baba? Ti që t'ka më të madhin, që e shtylla e shtëpisë, a ja vure veshin këtyre fjalëve të babës? Po, mër babë. Rrofsh. Dhe ti më i bi, se ti e nderi shtëpisë, dhe baba të do gjithnjë, një zonjë, si a e nusja që ndau krate, pulës, qafën, gjoksin, a bëf shajër babës? Po, Edhe njëherë një gëzuar, kafshoni nga njëherë mollë, bre? gëzuar që është gëzuar.